Braktisja e kombëtares U21 të Kosovës po vazhdon, pak muaj pasi kapiteni i kombëtares U21 të Dardanëve, Etnik Bruti, kaloi tek Shqipëria U21, të njëjtën gjë e ka bërë edhe një futbollist tjetër i Superligës së Kosovës, Djar Vokri, i cili luante aktualisht te Ballkani, ka ndërruar ambient sa i përket kombëtares, duke kaluar te kombëtarja U21 e Shqipërisë në drejtimin e Alban Bushit. Selektori i kombëtares së Shqipërisë U21 e ka publikuar listën e futbollistëve dhe pjesë e saj ishte Djar Vokri. Për largimin e Vokrit në drejtim të shpresave të Shqipërisë, ka folur edhe selektori i kombëtares U21 të Kosovës, Afrim Toverlani. Toverlani tha për Gazeta Ekspres arsyeën e largimit të 21 vjeçarit. Futbollisti në fjalë ka kërkuar vend të sigurt në formacion e tek Afrim Toverlani, vetëm deka është e sigurt, ja kam dhënë mundësi ndaj Rumanisë, ka luajtur 90 minuta. Ndaj Spanjës ka luajtur Erion Sadriu, i cili ka pasur paraqitje mjaft të mirë. Tek unë s'ka vende të sigurta për askënd, jo vetëm për atë, tha Afrim Toverlani për arsyeën e largimit të Vokrit nga kombëtarja. Ai nuk ka të drejtë loje me Shqipërinë në këto kualifikime të Euro 2027. Ai mund t'i luajë vetëm miqësoret deri në atë kohë, përfundoi trajneri i kombëtares U21 të Kosovës. Ndërkohë Djar Vokri kishte 5 paraqitje me kombëtaren e Kosovës U21 para se të vendoste të largohej drejt Shqipërisë.